Iluzioni se gjithçka ndodhi në mbarim të luftës antifashiste është i gënjeshtërt. Çamët u shpërngulën në pretekstin e kolaboracionizmit dhe marrja e pronave të tyre u quajt një ndëshkim i ligjshëm. Athina kur nuk e hoqi nga mendja që sulmi fashisti erdhi nga toka shqiptare, ndonse shqiptarët nuk patën kur kaos të përbashkët me Italinë fashiste. Qeveria komuniste e trembur prej ekzistencës së çamëve si një komuniteti vetveçuar, të cilët për më tepër bartnin dhe pasaportat greke, nxitoi t'u ofrojë shtetësinë shqiptare në këmbim të lënies së pasaportave të fqinjit armik, dhe çamët e morën atë me shumë dëshirë. Tani, ata u luten si dikur qeverive shqiptare të shtrojnë çështjen në agjendën e takimeve me çdo përfaqësues vizitor të shtetit helen. Gjysmë shekulli shpopullim dhe gjysmë shekulli vajtim për vendlindjen e humbur, atë dheun e munguar, por dhe një gjysmë shekulli demonizimi i Greqisë si fajtoria e vetme. Ka ndodhur e njëjta gjë edhe në rastin e shpërnguljes së marrëveshje të disa qindra mijëra shqiptarëve të Kosovës, pas marrëveshjes Tito Mehmet Fuat Köprülü, ministri i jashtëm i Turqisë në 1953. Një marrëveshje gentlemanësh që parashite pranimin e shqiptarëve në Turqi si mysliman pa vizë dhe sigurimin e punës për të shpërngulurit. Dhe në këtë rast, demoni do të ishte Beogradi. Vetëm në dekadën e fundme, marrëveshja Tito Köprülü është bërë ditur, por asnjëherë nuk është analizuar sakt, po aq sa dhe marrëveshja Stojadinović Ataturk e vitit 1938. Derisa të vazhdoj heshtja ndaj të vërtetës, çamëria do të mbetet thjesht një çështje në lojë, siç ka qenë në skutat e vendimeve diplomatike prej afro një shekulli. Sherret parlamentare apo shashka ndjellakeqe që hidhen herë për të ndezur konflikte, e herë për të tërhequr vëmendje sa herë në Shqipëri shenjohen ngjarje të mëdha historike, tendosin një realitet që sipërket më së ardhmes europiane të shqiptarëve, por dhe të veçanëve. Më shumë se kushdo, aktorët politikë që mburren me kauza nacionaliteti duhet të mësohen të dëgjojnë pikpamjen e fqinjit, që shet drejt më të mirës për të dyja kombet. Njëri prej tyre, Dr. Yorgos Kalangis, historian, studiues bashkëkohor, shkruan në një analizë të tij kështu: Çamët u gjendën në mezin e luftës të ndryshimeve të mëdha. Fal një frymëzimi italian u mpleksën që në momentin e parë në konkurrencën gjeostrategjike të forcave të mëdha, por edhe të kundërshtimeve dhe pretendimeve greko-shqiptare për Vorjo e Pirin. Një cikull u hap. Shteti grek i shikonte çamët me sy të dyshim dhe shumë herë i përshkelte të drejtat e tyre. Kjo i bëri çamët të afroheshin dhe të kërkonin mbështetje tek italianët dhe tek Shqipëria. Dhe për sa kohë kërkonin këtë mbështetje, po kaq më të dyshimt u bën për grekët. Por duhet ta pranojmë që jo të gjithë çamët ishin bashkëpunëtor të armikut. Mirë po qëndrimi më të fortit dhe i shumicës mori poshtë edhe të tjerët. Pasuritë që lanë në Greqi çamët u morën dhe u shtetëzuan, sikurse e parashikon edhe ligji për bashkëpunëtorët e armikut. Në qoftë se udhëheqja shqiptare përzgjedh të shtrojë çështjen e çamërisë në agjendën e lidhjeve bilaterale, e vetmja gjë që do të arrijë është ndihma që do t'u jap të gjithë atyre që nuk duan bashkëpunimin e ngushtë të dy popujve. Përkundrazi, qeveria shqiptare mund të zgjedhë një rrugë tjetër, duke deklaruar botërisht që midis Greqisë dhe Shqipërisë nuk ekziston çështja e çamëve dhe të orientojë te gjithë secili që kërkon dëmshpërblim të ankohet në gjykatën ndërkombëtare të Europës me kërkesat e tij në rang personal. Në të ardhmen unë besoj shumë që do të ketë shumë çamë që do të mendojnë jo më me armiqësi për Greqinë, po për të kontribuar më shumë për të dyja dhet që kanë. Ky është vështrimi real ndaj kësaj pjese të historisë që i përket ardhmërisë, asaj të ardhme që nuk është më e largët për ne. Tryezat e mendimtarëve vizionar këshillojnë me urtësi se personaliteti i brezit të ri duhet të shohë pikërisht drejt kësaj të ardhmeje, një ardhme e paqes, mirëkuptimit dhe respektit reciprok, për hatër të së cilës çfarëdo që kemi për të kaluar me lidhjeve midis Greqisë dhe Shqipërisë, le ta diskutojmë, pa lejuar nacionalistët dhe ata që kanë mendime e qëndrime ekstreme për kombet e dy shteteve, të shfrytëzojnë faqet e errta të historisë për të na kthyer mbrapa në vitet e dyshimeve të tjetri, të keqvështrimit dhe mosbesimit ndaj tij.